Në ngjarje papritur ka tronditur opinionin publik, kur Sultan Sulejmani, një nga figurat më të njohura të historisë osmane, ka zbuluar origjinën e tij shqiptare. Duke shprehur krenarinë e tij për prejardhjen, ai ka deklaruar se ka rënje të thella shqiptare dhe se një nga stërgjyshet e tij ka lindur në qytetin e Beratit në Shqipëri. Kjo deklarat ka tronditur shumë, duke shtuar edhe më shumë interes për historinë dhe lidhjet e thella që ekzistojnë midis Shqipërisë dhe perandorisë osmane. Sultan Sulejmani ka folur për këtë fakt gjatë një interviste të veçantë që ka dhënë për mediat ndërkombëtare. Ai ka treguar se ndërsa ka qenë gjithmonë krenar për trashëgiminë e tij osmane, ka pasur gjithashtu një lidhje të veçantë me Shqipërinë, vendin nga ka origjinën një pjesë e familjes së tij. Ai ka theksuar se stërgjyshja e tij, e cila ka qenë një grua nga Berati, ka luajtur një rol të rëndësishëm në jetën e familjes së tij dhe se kjo trashëgimi ka ndikuar në formimin e identitetit të tij si udhëheqës. Duke u fokusuar në ndikimin që ka pasur kjo lidhje, Sultan Sulejmani ka shpërndar një mesazh të fuqishëm për lidhjet ndërkulturore dhe rëndësinë e njohjes së historisë. Ai ka deklaruar se pavarësisht se shumicën e jetës e ka kaluar në një periudhë të pasur me ngjarje dhe zhvillime politike, lidhja me Shqipërinë ka qenë një burim i fortë i frymëzimit për të. Kjo ka sjellë një vallë diskutimesh në publik, ku shumë shqiptarë janë ndjerë të befasuar dhe krenar për këtë lidhje të veçantë që ka lidhur një nga sundimtarët më të fuqishëm të historisë osmane me vendin e tyre. Për shqiptarët, ky zbulim është më shumë se një thjesht fakt historik. Ai ka hapur një dritare të re mbi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe perandorisë osmane, duke theksuar ndikimin e thellë që ka pasur ky i fundit në kulturën, artin dhe politikën shqiptare. Për shumë njerëz, kjo histori është një kujtesë se pasuritë kulturore dhe historike mund të kalojnë përmes brezave, duke u lidhur ngushtë me ngjarje dhe individ të ndryshëm që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në kohë. Në përfundim, mesazhi i Sultan Sulejmanit është i qartë. Nuk duhet të harrojmë se historia është një mozaik i ndërlikuar, ku lidhjet midis kombeve dhe individëve mund të jenë më të thella se sa mund të mendojmë. Ai ka theksuar se është e rëndësishme të pranojmë dhe të nderojmë trashëgiminë tonë, pavarësisht se ku ndodhemi në botë. Po ju çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.